Makinën që do bëjmë sot është makina që sa herë që del sjell inovacione, makina që konsiderohet si makina më e mirë në botë për herë. Po është gjenerata që s'kena bo akoma të S-klasit, do të më kjo nga ngel pa bo. W223-shi, S500-she e 2023-shit, shumë e bukur. Kjo është gjenerata funit, tash i bëjnë facelifting saj. Kjo që kemi këtu është e 2023-shit, AMG Line 500-she, është mild hybrid. Ta nisim që përpara tash të kjo gjenerata re, është goxha e ngjashme me E-klasin e ri edhe C-klasin e ri. Kanë të njëjtat gjona pak a shumë, tash i gjithë bencat kështu i bëjnë. Te 222-shi dolën gati gjitha si ajo, tash janë gati gjitha si kjo, si C-laja. Kanë i lloj gjuhë dizajni, pak a shumë, po kjo është më e modhe normalisht, është C-klasi. Gjithë kjo e modhe këtu Distroniku, me kamerë 360 gradë normalisht që s'bëhet fjalë. Fenerat LED multi-beam, diset i ka i zetë, normal kamerat të pasqyra, s'bëhet fjalë. Të dorezat që dalin, të i kanë nxjerr kush pa nxjerr velari i pari ose ftesla fare, e mbyll me keyless go. Kur i afrohesh hapen vetë ato, pra ne u hapim prap. Kjo është formatik. Nga mrapa prap ka të ngjashmërit edhe me E-klasin, po kjo ka më të bukura këto fenera, pak më të gjata, më të bukura. Këto janë me leda, mrena leda të vegjël, prej ta shoh mos ta nizet. Këto marmitat e mëdha, po nuk janë fake krejt, e ka mrena atë të marmitës.